e dim, ne e shohim vetë që po të kesh 100 euro, po të i thyesh në një zyrë këmbimi, po thuj se s'ke asgjë. Dhe gjithë kjo është pse është qeveria e pashqetësuar në lidhje me këtë, ndoshta për shkak të uljes fiktive të borxhit, nivelit të tij, disiplinimit më të madh fiskal, cilat janë arsyet që bën të pandijshme ndaj rritjes së sosietesës në Shqipëri, e cila është bërë në Tiranë apo në zonën e Rivierës gati me Monte Carlo, pra ishin 5 kryeqytetet më të shtrenjta në Europë. Po sepse opinioni im është sepse vetë qeveria është në këtë histori. Dhe dje kur dolen ato fotot e Arubës, e takimit të Arubës, në mediat shqiptare dolen edhe shumë emra të cilët janë personazhe shumë të rëndësishme të qeverisë shqiptare. Dhe kjo është, shiko, ne nuk duhet të hamendsojmë. Ne duhet marrim shembuj konkret në botë. Dhe ke shembuj konkret kudo në botë. Kolumbia, deri në goditjen e klaneve më të forta kolumbiane të drogës, Medellin, Cali e gjitha me radhë, ishte në një situatë të tillë. Pra ishte në një situatë të tillë ku ne shikonim një kosto të jashtëzakonshme jetese, shumë të lartë jetese, por në fakt qytetarët përfitonin shumë pak nga të ardhurat që vinin nga ato industri, po e quaj, të cilat janë industri sigurisht paligjshme, por që në Kolumbi në atë kohë ishin me shumë emër, dhe ne nuk duhet të shkojmë pra nuk kemi pse provojmë ne gjërat të parët. Ne duhet të shohim, marrim eksperiencat e vendeve tjera. Dhe ky rast është pak a shumë i njëjtë me rastin e Shqipërisë. Pra vetë ai takimi i Arubës, goditjet që bëri SPAK dhe BKH-ja në javën që po lejmë tashmë, janë shumë domethënëse dhe na tregojnë se çfarë ka ndodhur realisht në Shqipëri. Për të kaluar, natyrisht ne gjithë konstatojmë këto shqetësime, jo vetëm ne, po media ndërkombëtare, së fundmi raportet ndërkombëtare, por për të kaluar ndoshta te zgjidhjet, që se në limitet e emisionit, çfarë do sugjeroni si ekspert i politikave publike që do ishin zgjidhje efektive për zhvillimin afatgjat ekonomik, por dhe për uljen e hendekut polarizimit socioekonomik të qytetarëve shqiptar, në mënyrë që të frenojmë ikjet, emigrimin, të rrisim kushtet e jetesës njëjtëshme në këtë vend. Unë do thoja primarja është vendosja e rendit në Shqipëri. Çfarë do të thotë vendosja e rendit? Ne na takon shpesh në rrugët tona, edhe në ato rrugicat e vogla në Tiranë, na takon shpesh që na vjen përballë një makinë që është super e shtrenjtë dhe që thyen gjitha rregullat e qarkullimit dhe ne detyrohemi që të tërhiqemi mbrapa. Pyetja është shumë e thjeshtë. Në qoftë se qeveria di se sa të ardhura kam unë, sa të ardhura keni ju, apo edhe të tjerët, si ka mundësi që qeveria nuk di nga vijnë të ardhurat për të blerë makina të tilla që kushtojnë mbi 150.000 euro. Pra, kjo është e para, për atë them rendi dhe lufta e jashtëzakonshme që duhet i bëjmë korrupsionit. Pra çdo qeveri që do vi në Shqipëri. Nga vendi 80 kishim shkuar në vendin e 91. 91, pra sipas një vit Parlamentit Evropian. Transparency International. Po. Pra, korrupsioni, dhe unë po përmend dy gjëra. Shqipëria ka tashmë për kaluar si thosh fazën tjetër të integrimit të saj në Bashkimin Evropian, duhet thot para 3 javësh kur ishte i takimi i Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian për çështjen e IBAR-it, pra raportit për mbylljen e kapitujve, e grup kapitujve, duhet të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dje Parlamenti Evropian kishte 57-58 pika, se nuk i kujtoj saktësisht. Por këto dyja ishin shumë të rëndësishme. Tashti pyetja qëndron se duhet ta lidhim këtë edhe me protestat që po zhvillohen në qendër Tiranës. Pyetja qëndron nga vjen korrupsioni?